Besoj që ka ardhur koha, edhe pse koha ka qenë normal edhe shumë më herët. Po më në fund, domethënë është marrë një vendim edhe Bashkimi Evropian, besa edhe NATO e ka heqit neutralitetin që ka pas për Kosovën, ku edhe Bashkimi Evropian në përgjithësi nuk e vlerësoi që domethënë angazhimin e institucioneve tona për integrim në veri. Domethënë veriu ka nevojë për investimet që kanë mungu tani 27 vite, jo vetëm në investime në rikthimin e qytetarëve të komunitetit shqiptar sidomos, po edhe të rindërtimit edhe të integrimit të arsimit, shëndetësisë që qytetarët e veriut vujnë edhe kanë vujt tani 27 vjet pa këto shërbime cilësore siç i kanë pjesa më e madhe e Kosovës. Kjo është hapje graduale, besoj që tendën që kanë pas, e keni pa më herët, e kanë pas tendën karabinierët aty vetë që kanë hjek, ka raste që nuk po janë këto, besoj që shumë shpejt, sidomos tashti masi veç po përfundon domethënë sezona e verës deri në fund vitit, besoj që do të lirohet edhe do të fillojë qarkullimi i automjeteve në përrur. Tensioni në veriun edhe tekura nuk ka pas mos thonë me vite. Domethënë nuk ka arsye që ata të rrinë. Mjafton të shtohet numri i policisë ose i patrollave të policisë ose edhe kforit në veri, edhe kjo do të mjafton. Nuk është logjike, ne i kemi mos gabofsha dikon edhe 4 ura tjera vetëm në një afërsi shumë të afërt të lumit Tiber që e bashkon jugun me veriun, nuk ka probleme. Po shpresoj që politikanët janë të njohur për lënët e tyre politike, për nevojat tyre, mirë po drejtat universale, drejtat elementare njerëzore është lëvizja e lirë, dhe ne duhet si në Republikën tonë të re të marrim përgjegjësinë, këtu flas mendoj për komunitetin shqiptar dhe t'ju garantoj të gjithëve lëvizjen e lirë. Shpresoj që urat, ndërtimi i tyre dhe ura si urë janë të ndërtuara që të komunikojnë kultura, njerëz, edhe shpresoj që sfundit gjitha rrethanat janë që urat të hapet. Fatmirësisht nuk ka telashe, po dikush jeton pe telasheve, ata janë politikanë dhe shpresoj që nuk kanë forcë që të ndalin këtë proces i cili është normal. Sigurisht që është më mirë, që është më lehtë, është më tërheqës se më të gjitha ato. E kjo është urë që është në qendër qytetit, e lidh qendrën e qytetit. E ka dhe disa ura tjera mirë, po nuk e luajnë rolin e njëjtë si kjo e më hershme. Po besoj që shumë shpejt ka me rregullu kjo punë dhe ka me u krye çështja e urës. Është edhe ka diskutuar edhe në Këshillin e Evropës çështja e kësaj ure, kështu që besoj në 2-3 javë ka mu liru 100% kështu. Po shumë, në kohë ka qenë kur kanë qenë ato bandat serbe, o kanë shumë vështirë me kalu anena, i me që ka pas edhe pengesa kështu, më dëvrashta në ure, dhe nuk është kanë siguria në nivel. Ata është në ka problem, qarkullohet normal, lerë shumë mirë, po të shofim kështu. Besoj që mrena 2-3 jave, masi që veç ka hy në bisedën Këshillit të Evropës, ka me u liru. Tash mendoj që është shumë mirë, jo pak, po shumë. Ne qytetarëve na ka lecu punën 100%. 100% na ka lecu punën, se përpara nuk kem guxu me dalën. Edhe që e dalë, kena pas pengesa për shkive, tash dalëm të lirë, shka ka dush, s'pe nga kush, policia e kanë në kontrol atë pjesë 100%, edhe shumë ma letë është edhe ma mirë. Por çdo ditë ma heret, asë një herë nuk kanë kontrolu anena, asë nuk e kanë marrë asë një arme. Tash, çdo herë grupe po marrin arme, jo e din edhe vetë. Çdo herë, ma heret s'ke po shumë, 100 herë, ma heret në prezencë këforit, në prezencë policisë, jenë dalë shkitat me automata, e kanë gjuhe, s'kanë gudu kësan me i bo. Tash nuk ka shumë.